Imam Tabariu thot, kur veprat e gabuara zbukurohen për njeriu, atëherë cilat janë pasojat? Shqeqoni cilat janë pasojat. Perceptimi i këtij njeriu bëhet selektiv. Ky problemi i kohës tonë. Thot njerëzit, perceptimet e tyre i kanë selektive. Si pasojë dhe si rezultat i justifikimit të gabuar që ata vetvete në tyre justifikojnë. 2. Deformohet ndërgjegja. Shumë problemi i madh është në këtë kohë deformimi i ndërgjegjes. Një pasojë tjetër, normalizohet mëkati. Shiqoni, tani, nëse ne analizojmë shoqërinë tonë vetëm 26-7 vite pas luftës, apo nëse dëshirojmë të kthehemi 40-50 vite më herët, edhe të shiqojmë si janë normalizu disa punë të këqija në shoqërinë tonë. Pëzëm, para 40 viteve, konsumimi i drogave ka qenë pothuajse i panjohur në mesin tonë, në shoqërinë tonë. Shiqoni marijuana, tek të rritë të kthejat, po normalizohet. Nga se kemi shtete atje në Evropë ku është legalizuar dhe është bo e lejume, dhe mundësia e komunikimit ton me botën, globalizimi. Tash, nëse dikur para 40-50 viteve ka qenë kiamet me pi duhonin, djali dhe vajza jote. Shiqoni, kemi ardhë në këtë stad, kemi ardhë në këtë fazë, ku normalizohet mëkati. Tani nuk diskutohet më konsumimi i duhonit. Kjo është bërë në rregull kjo. Tani nuk dëshiroj, po nuk jam i detyruar të sjell disa shembuj. Shiqoni restoranet tona, sot gjenia femërore konsumon alkoolin, birrat. Që kjo vetëm para 30 viteve ka qenë e pa mundshme me gjetë një gru, një vajzë, një femër, një motër, tonën, duke pa që në tavolinin e saj konsumon alkohol. Sot njerëzit në dasmet e tyre, njeriu në dasmin e tij, në shtëpinë e tij, hasën e probleme serioze me musafirët, kur gjenia femërore insiston me pije alkohol. Dhe ai zoti i shtëpisë në dasmin e tij thotë nuk dëshiroj t'ju ofroj alkohol. Ata kërcënojnë, në thojza po themi, se nuk vim nëse nuk kemi alkohol. La ilaha illallah. Bon, edhe njëre, të dashurët e mi, kjo pjesë e këtij ajeti është jashtëzakonshme, por ne kemi një problem se jemi largu shumë nga Kurani. Ne jemi largu nga kjo dritë, që qëni sa i bukur kjo ajet jashtëzakonshëm. Ai i cili ishte i vdekur, fillimisht thot Allahu, e ngjallëm, pastaj i dhurum një dritë. Ai nëpërmjet kësaj drite ecën mesin e njerëzve. Ky është i pari. Ç'qeni i dyti? Ky i dyti vazhdon me jetu në errësira, i zhitur në errësira, lejse bi kharij minha. Nuk mundet me dalë nga këto errësira asnjëherë. Çka është më e keqja? Thot Allahu, thot ky jo besimtari, këti po i zbukurohet, këti po i duket mirë që po jeton. Këti po i duket vetja që ky ka drejt. Dhe ky instrument na sjell këto pasoja. Perceptim selektiv, deformim të ndërgjegjes, normalizim të mëkatit dhe racionalizohet devijimi.